Qyteti i Elbasanit prej më shumë se 2 ditësh po përballet me mungesë të furnizimit me ujë të pishëm, duke krijuar shqetësim dhe vështirësi serioze për banorët dhe institucionet publike në të gjithë qytetin. Situata ka prekur jo vetëm familjet, por edhe kopshtet, qerdhet, shkollat dhe bizneset, të cilat e kanë gjithnjë më të vështirë të vazhdojnë normalisht aktivitetin e përditshëm. Banorët shprehen të revoltuar për mungesën e informacionit dhe zgjatjen e problematikës. Në shumë lagje, rubinetat kanë mbetur të thata për më shumë se 48 orë, ndërsa familjarët po detyrohen të sigurojnë ujë me bidon apo nga burime alternative. Kryetarja e këshilltarëve të Partisë Demokratike të Këshillit Bashkiak në Elbasan, Bianca Çopja, u shpreh për CNA-n se kjo problematikë është e vazhdueshme dhe prek drejt për së drejti jetën e banorëve. 48 orë pa ujë të pishëm është një dështim që qytetarët e Elbasanit i prek drejt për së drejti në jetën e tyre të përditshme. Sot janë zgjuar vetëm familjet, por fëmijë në kopshte, në qerdhe dhe çdo institucion tjetër pa minimumin etik të ujit, të drejtën themeltare që kanë. Atëherë, çfarë po ndodh? Ku është bashkia? Nuk mund të mjaftoni vetëm me një njoftim në faqen zyrtare apo njoftime që keni bërë në grupet tuaja në WhatsApp. Duhet të mbani përgjegjësi. Çfarë po ndodh me firmën kontraktore? Ku mbaron afati këtyre punimeve? Ujësjellsi, çfarë po bën? Apo thjesht është institucion që po merr përsipër të punësoj thjesht numër administrate për të pasur për vitin zgjedhor që na paraprin. Qytetarët në drejtë të dinë kur do mbaroj kjo problematikë me ujin e pishëm dhe mbi të gjitha një ndjes edhe gjithë institucionet që janë përgjegjëse të situatë të agravuar këto 48 orë për qytetarët e Elbasanit. Qytetarët kërkojnë reagim të menjëhershëm nga institucionet përgjegjëse dhe një zgjedhje sa më të shpejtë të situatës.